Ju përshëndes të nderuara zonja dhe zotrinj. I ftuari im sotëm është ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri, Aleksandr Karpushin, prej 10 muajsh në Shqipëri. Është intervista e tij e parë në këtë studio në Radio Televizionin Ora News, por dhe ndër intervistat e pakta besoj që ka preferuar të ndajë me publikun shqiptar për situatën mes dy vendeve, për marrëdhëniet mes dy vendeve. Ndaj uroj mirëseardhjen ambasadorit Karpushin. Faleminderit që jeni këtu. Edhe unë dua të ju falenderoj për këtë mundësi të drejtohem të gjithë teleshikuesve shqiptar, të gjithë qytetarëve të vendit tuaj, për çdo përfaqësi diplomatike shumë e rëndësishme edhe për ambasadën ruse, sepse kohët e fundit po shikojmë një tendencë negative në fushën e mbulimit të ngjarjeve në Rusi, dhe kjo është lidhur në radhë të parë me krizën ukrainase. Dhe kemi nevojë patjetër për informacionin objektiv, e cila do të reflektonte situatën aktuale në Ukrainë. Faleminderit edhe një herë. Sigurisht do të flasim edhe për marrëdhëniet me Ukrainën, por jemi të interesuar fillimisht për marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shqipërisë. Në çfarë stadi, në çfarë niveli janë ato, zoti ambasador? Вы знаете, я бы так сказал, что Албания и Россия связывают давние... Mund të them që Rusinë dhe Shqipërinë i lidhin marrëdhënie të qëndrueshme miqësore. Historia e marrëdhënieve tona është shumë e vjetër. Gëzojmë një bazë solide ligjore të bashkëpunimit tonë dypalesh dhe në fushën e politikës së jashtme, qëndrimet tona janë në të njëjtën linjë sa përket shumicës së çështjeve ndërkombëtare. Ne kemi një praktikë shumë të mirë të mbështetjes reciproke të kandidaturave tona në zgjedhjet në postet në organizma të ndryshme ndërkombëtare. Në vjesht, në fund të këtij viti do zhvillohet sesioni i radhës i Komisionit Ndërqeveritar Rusi-Shqipëri. Është shumë mirë që këtë vit janë emëruar të dy bashkëkryetarë të këtij komisioni nga ana shqiptare zëvendës ministre e zhvillimit ekonomik zonja Brunilda Paskale, nga ana ruse është zëvendës ministre i parë drejtësisë zoti Gerasimov. E tani po punojmë bashkë për të hartuar agjendën e këtij komisioni dhe në vjesht do ta zhvillojmë. Sa u përket marrëdhënieve dypalëshe ekonomike, këtu kemi një potencial kolosal të pashfrytzuar. Po të flasim për gjendjen aktuale të raporteve tona ekonomike, volumi i shkëmbimeve tona tregtare është vetëm $100 milion dhe pothuajse tërësisht është eksporti i mallerëve rus në Shqipëri. Por jam i bindur që në situatën aktuale Shqipëria mund të zërë një pjesë të sigurt të tregut rus të prodhimeve bujqësore. Është një fakt i njohur që Rusia ka kufizuar importin e prodhimeve bujqësore nga vendet e BE-s, të cilat janë bashkuar me sanksionet kundër Rusisë, dhe Shqipëria nuk është pjesë e kësaj liste të zezë. Dhe jam i bindur që pasi të gjitha problemet teknike mas Agjencisë Fitosanitare të Rusisë dhe Ministrisë Shqiptare të Bujqësisë do të rregullohen, pala ruse do ta heqë embargon, e cila në fakt nuk është embargo e Mërfilt, është kufizimi. Mendoni që mund të ketë ka hapësirë për treg, për bashkëpunim, për çfarë produktesh? Вы знаете, уже мы знаем точно, что на российском рынке большим спросом пользуется сельскохозяйственная продукция. Që në Rusi ka shumë kërkesë për prodhimet bujqësore nga Shqipëria, sepse janë të cilësisë së lartë dhe janë në përputhje me të gjitha standardet ekologjike. Dhe besoj që jemi në gjendje të zgjidhim të gjitha problemet teknike dhe ta hapim tregun rus për prodhimet shqiptare. Përveç prodhimeve bujqësore me shumë perspektivë janë fushat si për shembull shfrytëzimi dhe përpunimi i hidrokarbureve. Në këtë fushë Rusia ka një përvojë shumë të pasur edhe në fushën e gazit edhe në atë të
naftës. Një fushë tjetër më interes është hidroenergjia, ndërtimi i hidrocentraleve të reja dhe modernizimi i hidrocentraleve ekzistuese të ndërtuara nga Bashkimi Sovjetik. Mund të përmend edhe ndërtimin e centraleve moderne bërthamore, që janë në përputhje me të gjitha standardet më të larta, dhe në këtë drejtim kemi përvojë shumë të madh. Një potencial të veçantë për bashkëpunimin mund të ofrojë edhe fusha e turizmit. Siç ju e dini, Rusia është një treg i stërmadh turistik. Dhe mira turistë rusë çdo vit shkojnë në Turqi, në Egjipt, dhe numri i tyre arrin 5-6 milion persona. Dhe këta tregues janë shumë brëslënës. Dhe jam e bindur se me vëmendjen e duhur të dyja palëve dhe me punën tonë të përbashkët në këtë drejtim, edhe Shqipëria mund të bëjë konkurrencë Turqisë dhe Greqisë dhe të kthehet në një nga destinacionet më të preferuara për turistët rusë. Duke përfituar nga ky rast, dua të falenderoj qeverinë shqiptare për heqjen e vizave për qytetarët rusë për periudhën nga qershori deri në tetor të këtij viti. Ky lehtësim është shumë i rëndësishëm për ne. Meqense jemi tek turizmi, zoti ambasador, më lejoni të pyes pak. Rusia apo investitorë të ndryshëm rus, edhe privat ndoshta, janë të pranishëm në Ballkan, veçanërisht në Malinezi apo dhe në Serbinë dhe në vende tjera, por pothuajse inekzistent në Shqipëri. Pse ka ndodhur kjo? Po lexoja në një intervistë tuaj të fundin në një media tjetër televizive ku thonit se shprehnit keqardhje që ka mungesë vullneti nga pala shqiptare. Si e shpjegoni këtë dhe ku e keni konstatuar këtë mungesë vullneti? Я бы не сказал, что речь идет о политической воле, речь идет просто об условиях. Puna është që nuk ka linjë ajrore e të drejtë për drejtë Moskë-Tiranë, dhe kjo është pengesë kryesore në këtë fushë. Në qoftë se ta hapim një linjë të tillë, do t'ja dalim banë, sepse aktualisht mes Rusisë dhe për shembull Maltezi ka 10 fluturime. Prandaj Rusia është shumë e pranishme në Maltezi, si edhe në Greqi dhe vendet e tjera. Dhe në Shqipëri shumica e turistëve rusë vinë nga Malezi me autobus ose nga Korfuzi i Greqisë. Po të organizojmë një linjë të drejtë për drejtë ajrore, numri i turistëve rusë do të rritet ndjeshëm. Arsyeja tjetër është mungesa e informacionit objektiv për Shqipërinë në Rusi, dhe situata është katastrofike, sepse në Rusi ende ka shumë paragjykime për vendin tuaj. То же самое, кстати говоря, можно сказать и об албанцах. Të njëjtën gjë mund të konstatoj për shqiptarët, sidomos për të rinj shqiptarë që kanë shumë pak informacione për Rusinë e sotme. Ata gjykojnë për Rusinë sikur të ishte Bashkimi Sovjetik. Dhe ky mendim është shumë shpesh i gabuar. Por ata shqiptarë që kanë vizituar Shqipërinë ndryshojnë mendjen e tyre. Dhe besoj që këto janë dy drejtime më të rëndësishme. Ta plotësojmë mungesën e informacioneve objektive dhe ta hapim linjën direkte ajrore. Ka edhe pika e tretë, e cila është zhvillimi i infrastrukturës dhe shërbimit turistik në Shqipëri, sepse ju keni dy bregdete të mrekullueshme, monumente të shumta arkitekturore dhe e gjitha kjo është shumë tërheqëse për turistët e huaj. Zoti ambasador, çfarë imazhi kanë rusët për shqiptarët? Ну, я вам скажу, это первое, это что это мусульманская страна. Unë duhet të them që paragjykimi i parë është që Shqipëria është një vend musliman. Конечно, это Tani përflitet shumë për ekstremizmin musliman në botë. Понимающих, это ничего, так сказать. Por patjetër për intelektualet këto paragjykime nuk ekzistojnë. Por për qytetarët rusë të thjeshtë, Shqipëria ende mbetet një vend musliman. Это связано еще, видимо, с тем периодом, когда была Së dyti,
конфликт был в Kosovo. Очень много janë akoma негативной информации. të gjalla në kujtes konfliktet në hapësirën post-jugoslave, sidomos në Kosovë. Между сербами, косоварами, албанцами. Qytetarët rusë mbajnë mend ato përleshje të përgjakshme ndërmjet jugoslavëve dhe kosovarëve. Dhe unë e konsideroj gabim që kur flasim për kosovarët, kemi parasysh gjithë kombin shqiptar. Mi që hymë në këtë temë, se më fakt kisha një pyetje më përpara, po ndalem pak këtu. Ju e dini perceptimin që kanë shqiptarët për rusët? Мне знакомо. Po, pa tjetër e kam perceptimin shumë të mirë. Впечатление здесь было и очень яркое. Sepse përshtypja ime e parë shumë më mirë është se këtu në Shqipëri funksionon 17 deg të shoqatës së miqësisë Rusi-Shqipëri. Dhe unë patëm mundësi të takohem dhe të komunikoj më shumë përfaqësues të kësaj shoqate. Unë kam pasur shumë takime me veteranët e lëvizjes partizane shqiptare. Dhe mund të them me siguri të plotë që mosha e tretë, ata njerëz që mbajnë mend periudhën e miqësisë sovjetiko-shqiptare, kanë kujtime shumë të mira dhe shumë të ngrohta. Nuk mund të flas për të rinjt shqiptar, por mund të them që djemt dhe vajzat e reja kanë perceptimin e gabuar për Rusin. Mund të gjykoj edhe mbi mediat, mbi publikimet në gazetet dhe në televizionet shqiptare për kërcënimin nga ana e Rusisë për planet e saj ekspansioniste, për agresionin rus. Të gjitha këto akuzat janë të pabaza. Dhe prandaj unë ftoj të gjithë në Rusi, ju lutem, mirë se erdhët në Rusi, në qoftë se do të vizitoni vendin tonë, ju do të bindni që Rusia është një vend paqësor, nuk është një vend agresor. Представление об Албании тоже нужно менять. Por, patjetër edhe perceptimin për Shqipërinë në Rusi duhet ndryshuar. Prandaj duhet të vendosim shkëmbime në fushën mediatike. Панкратов такой есть у нас, очень известный, популярный. Dhe patjetër do të aktivizojmë edhe shkëmbimin ndërmjet agjencive turistike. Dhe me sa di unë, njën nga gazetarët rus ka në plan të vizitoj Shqipërinë dhe të përgatis një emision për vendin tuaj. Interesante dhe shpresojmë tjetë sa më objektiv, si kundër dhe mediat shqiptare duhet jenë sa më objektiv me mbulimin e ngjarjeve në Rusi. Megjithatë, ka dhe një perceptim tjetër që ndoshta ju nuk e prekët, por unë besoj se në pjesën më të madhe të shqiptarëve ekziston që Rusia është një vend pro-serb dhe nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Ka të drejtë në këtë perceptim? Dhe a do të vi dita kur Rusia mund ta njohë pavarësinë e Kosovës? Вы знаете, признание и непризнание какого-то государства, конечно, это прерогатива... Patjetër njohja ose mos njohja e një shteti i përket kompetencës së presidentit dhe ministrisë së jashtme të Rusisë. Është jashtë kompetencës sime si shef e misionit diplomatik të Rusisë. E vetmja gjë që mund të them është se kohët të fundit kemi parë një tendencë pozitive kur kryeministri serb Vučić shtrëngoi duart me kryeministrin e Kosovës, domethënë po ecën përpara dialogu Beograd-Prishtinë dhe jam i bindur që kjo është rruga shumë e drejtë. Dhe kur Serbia do ta njohë Kosovën, ndoshta edhe Rusia do ta ndryshojë qëndrimin e saj. Sa i përket Serbisë, patjetër kemi angazhime të përcaktuara ndaj Serbisë, gëzojmë lidhje shumë të vjetra historike, por qëllimi ynë i vetëm është të zhvillojmë lidhjet miqësore ndërmjet popujve tanë. Pyetja e fundit për marrëdhëniet midis dy vendeve dhe kalojmë tek çështjet e tjera që kemi diskutuar për të ndarë së bashku. A jeni ndjeni të investitorëve të ndryshëm rus që kanë dashur të hyjnë në Shqipëri me investimet e tyre, por nuk kanë mundur që të kryejnë investime dhe nëse po, pse nuk i kanë realizuar ato?
Ну, мне такие случаи известны. Po, unë jam në dieni të rasteve të tilla, por nuk dëshiroj të flas për këtë rast, sepse janë raste shumë private. Иногда и частные случаи, они играют Por, большую роль nga njerë edhe rastet в том, private чтобы luajnë një rol притормозить shumë të процесс rëndësishëm развития сотрудничества. dhe mund të ndikojnë në mënyrë negative në marrëdhëniet tona. Së fundmi, disa investitorë rusë kanë blerë ca apartamente në Sarand dhe pastaj doli një problem me legalizimin e pronës së tyre. Por, që në fillim, që në etapën e parë, kemi zgjidhur këtë problem. Sa përket biznesit të madh, patjetër, biznesi rus është shumë interesuar për të investuar në Shqipëri. Dhe unë shpresoj që në kushte të barabarta me investitorët të tjerë të huaj, pala ruse do të marrë pjesë në të gjitha tenderat që do të shpallën në Shqipëri, sepse jemi të gatshëm të marrim pjesë në projekte të mëdha të investimeve në Shqipëri. Ju thatë që ato janë çështje private dhe kanë qenë biznesmen privat, por nuk kanë funksionuar me biznesin privat në Shqipëri, apo kanë qenë marrëdhënie institucionale ato që i kanë penguar? Нет, там были недоразумения с Në fakt, doli një problem me marrjen e lejës së qëndrimit, por pastaj situata u sqarua, por ishte një moment negativ, të jemi sinqert, dhe nuk është në favor të zhvillimit të lidhjeve tona në fushën e biznesit. Por unë jam e bindur që kemi të gjitha kushtet dhe mundësitë për të intensifikuar raportet tona. Më rëndësishmja është se këtu në Shqipëri ka interes shumë të lartë ndaj Rusisë, ndaj artit dhe kulturës ruse. Kjo është një augur shumë i mirë. Së fundmi, 2 kore ruse kanë vizituar Shqipërinë dhe kanë dhënë 2 shfaqje në Tiranë dhe në Durrës, dhe këto 2 aktivitete ngjallën interes shumë të madh nga ana e spektatorëve shqiptarë. Dhe të gjithë ata që kanë vizituar këtë shfaqje na uruan që në të ardhmen të organizojmë shfaqje të tilla në Shqipëri. Dhe kjo është diçka shumë pozitive, sepse shumë e rëndësishme nuk është vetëm opinioni i politikanëve, por edhe opinioni e qytetarëve të thjeshtë shqiptarë, të cilët shprehen për zhvillimin e marrëdhënieve me Rusinë. Përse takon kompanisë të madhe të fuqishme të njohur ndërkombëtarisht Gazpromin, a ka ndonjë interes për të hyrë në tregun shqiptar me ndonjë nga privatizimet që ka shpallur qeveria shqiptare, Alpetroli për shembull, apo dhe në fushat të tjera të energjisë? Да. Я, когда готовился к поездке сюда, я встречался и в «Газпроме». Kur isha duke u përgatitur për misionin tim në Tiranë, unë kisha takime me përfaqësuesit e Gazpromit dhe kompanive të tjera të gazit dhe të naftës, dhe të gjitha ata janë duke kërkuar mundësitë për të zhvilluar marrëdhëniet me vendet e huaja dhe për të gjetur tregje të reja. Dhe Gazpromi është lideri rus në fushën e furnizimeve të gazit dhe ka dëshirë të bashkëpunojë me Rusinë, dhe marrëdhëniet të tilla do të ishin shumë të mira, më duket, sepse sot Shqipëria është interesuar në diversifikimin e furnizimeve të hidrokarbureve. Dhe besoj që edhe projekti TAP i gasjellësit transadriatik është shumë interesant, por problemi është që volumi i gazit që do të transportohet nëpërmjet këtij gasjellësi është shumë i vogël. Nga ana tjetër kemi atë projektin rus, rryma jugore, i cili u anulua për shkak të qëndrimit jo konstruktiv të Bullgarisë dhe të Bashkimit Evropian, dhe tani jemi të përqendruar tek projekti tjetër, rryma turke. Dhe në qoftë se Shqipëria do të shprehet të interesuar për këtë projekt, ajo ka të gjitha mundësitë që të marrë pjesë dhe të përfitojnë nga ky projekti. Ky është për një opinioni personal, sepse nuk kam ndonjë studim të ekspertëve të Gazpromit, por mund të ju siguroj që Gazpromi është një partner shumë i besueshëm dhe asnjëherë nuk ka shkelur detyrimet e tij kontraktore. Dhe në qoftë se Shqipëria do të shprehet të interesuar, Gazpromi do të shqyrtojë këtë me shumë vëmendje.
Dakor. Zoti ambasador, më lini ndrojmë pak temën, ndoshta rikthehemi prapë tek influenca e Rusisë në Ballkan, por fillimisht do doja të pyesja për gjykimin, mendimin tuaj. A ishte e drejtë ajo çfarë ndodhi në Krime? Ajo ndërhyrje, dhe nëse ju mendoni që po ishte e drejtë, atëherë si e shpjegoni faktin që Perëndimi, komuniteti ndërkombëtar nuk e mbështetin ndërhyrjen e Rusisë? Но что касается Крыма, я хочу сказать Sa i përket Krimes, mund të them me siguri të plot, ajo që ndodhi në Krime, vetëvendosja e saj dhe ribashkimi e saj me Rusin ishte absolutisht e drejtë dhe në përputhje të plot me të drejtën ndërkombëtare. Sot për sot, shpesh herë përdoret termi aneksim, i cili nënkupton ndarjen e dhunshme të një pjese të një shtetit sovran. Dhe në këto kontekst, ky term është krejt i pavend. Nëse me lejoni, do të doja të tregoja shkurt juve dhe të gjithë teleshikuesve shqiptar se si ndodhi vetëvendosja e Krimes. Siç dihet, si rezultat i ballafaqimit të zgjatër në Kijev, në sheshin në të ashtu quajtur Majdan, ai ballafaqimi filloi në nëntor të vitit 2013, kur ukrainasit nga rajonet perëndimore të vendit formuan disa reparte të nacionalistëve dhe shumë njerëz, 112 persona humbën jetë në Kijev dhe deri më tani rastet e vrasjeve se njerëzve nuk janë hetuar, por pastaj më në fund në shkurt të vitit 2014 u arrit një marrëveshje ndërmjet presidentit legjitim Yanukovych dhe opozitës. Dhe më 21 shkurt në Kijev me pjesëmarrje dhe me garancit të ministrave të jashtëm të Gjermanisë dhe Polonisë, si dhe të një përfaqësuesi të Ministrisë së Jashtme franceze, u nënshkrua dhe me pjesëmarrjen e opozitës dhe partive të drejta, u nënshkrua një marrëveshje me Yanukovycin, e cila parashikonte qarmatimin reciprok të të gjitha reparteve të paligjshme të Majdanit, zbatimin e reformës kushtetuese, përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare dhe krijimin e një qeverie të unitetit kombëtar me përfaqësuesit e të gjitha rajoneve të Ukrainës. Dhe pastaj zhvillimin e zgjedhjeve e parakohshme presidenciale. Dhe Yanukovych ishte i gatshëm të plotësoj të gjitha kërkesat e kësaj marrëveshje, por fatkeqësisht ajo marrëveshje zgjati vetëm një natë. Dhe ditën e nesërme, menjëherë pasi Yanukovych iku nga Kijevi, opozita, me mbështetjen e reparteve të armatosura, pushtuan administratën dhe rezidencën e presidentit dhe shumë institucionet të tjera qeverisëse në Kijev. Dhe në ato moment, garantuesit e marrëveshjes nuk kanë thënë asnjë fjalë, as ministre e jashtëm i Gjermanisë, as ai i Polonisë. U krijua një qeveri ere, por jo qeveria e unitetit kombëtar, por një qeveri e fitimtarëve. Dhe ajo u krijua jo në përputhje me kushtetutën, por nga Majdani. Dhe Yanukovych me qëra fjalë zbatoi pjesën e parë të marrëveshjes, e qarmatosi policinë dhe e tërhoqe nga vija e kontaktet. Pra u krijua një qeveri e re, e cila menjëherë filloi shtypjen e dhunshme të disidencës. Në mënyrë shumë të shpejtë, u miratuan disa ligje nga Parlamenti i Ukrainës që cenonin të drejtat dhe liritë e popullsisë rusisht folëse të Ukrainës lindore dhe të Krimes. Sigurisht që kjo shkaktoi protestat paqësore në Ukrainën lindore. Dhe të gjitha ato protestat u shtypën me përdorimin e forcës.
dhe me rritjen e presionit nga ana e autoriteteve të reja. Как объявить решение о проведении референдума. Mbajtja e referendumit në Krimes ishte rruga e vetme për të mbrojtur interesat e popullit të Krimes. Qeveria dhe parlamenti i Krimes morën vendimin për të zhvilluar referendumin, i cili u mbajt në Krime më 16 mars të vitit të kaluar, dhe rezultatet e tij nuk kanë nevojë për koment. 95% të votuesve janë shprehur për bashkimin e Krimes me Rusinë. Dhe e gjitha kjo ndodhi pa asnjë të shtëndë dhe pa asnjë pikë gjako. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse siç e dini edhe ju, në Ukrainën juglindore vazhdojnë vdekjet e civileve. Dhe falë referendumit, një tragjedi e tillë u parandalua në Krime. Dhe duhet të theksoj se referendumi i zhvilluar në Krime është në përputhje të plotme të drejtën ndërkombëtare, përfshirë Kartën OKB-s dhe deklaratën e vitit 1970 mbi parimet e së drejtës ndërkombëtare. Вы знаете, что есть два принципа. Ju e dini që ekzistojnë dy parime kyçe, parimi i integritetit territorial dhe parimi i vetëvendosjes së popujve. Dhe parimi i integritetit territorial të shtetit prevalon mbi parimin tjetër, por vetëm derisa ky shtet siguron kushtet e favorshme për vetëvendosjen e mirëfillt të popujve që jetojnë në territorin e tij. Në rastin e Ukrainës, këto kushte ishin shkatëruar përfundimisht. Ligji i parë i miratuar nga qeveria e re në Kiev ishte ligji për ndalimin e gjuhëve rajonale, përfshirë këtu edhe gjuhën ruse. На этом полуострове. Еще и запретили совсем на русском языке. Pra u ndalua gjuha ruse dhe kjo shkaktoi një protest shumë të fortë. Po të them shkurt, kjo është ajo që ndodhi në Krime. Dhe mund të shtoj që pas shpalljes së pavarësisë së Ukrainës në vitin 91, i vetmi program i realizuar në Krimen nga autoritetet ukrainëse ishte programi i ukrainizimit. Kijevi impononte gjuhën ukrainëse mbi popullsinë rusisht folëse të Krimes, edhe në fushën e arsimit, edhe në fushat e tjera. As bujqësia, as turizmi nuk zhvilloheshin nga autoritetet ukrainëse. Dhe të gjitha këta faktorët dhe gjendë situata shumë e rëndë ekonomike, solli si rezultat atë referendumin për vetëvendosjen e Krimes. Dhe unë di situatën shumë mirë, sepse motra ime jeton në Krime dhe më ka treguar gjithçka. Megjithatë, ju keni argumentat tuaja sapo i dhanë një pjesë të mirë të tyre dhe justifikoni aksionin e Rusisë, ndërhyrjen. Po atëherë pse Perëndimi nuk e mbështeti këtë veprim të Rusisë, të Moskës? Мне тяжело судить за Запад, конечно, но я могу только догадываться. Është pak vështirë, domethënë ta vlerësoj qëndrimin e Perëndimit, por mund të them që pasi mbaroi lufta e ftohtë dhe pas shpërndarjes së organizatës së Traktatit të Varshavës, не было необходимости в том, чтобы расширялось и вообще в блоке НАТО. И на тот момент были обещания со стороны Bota nuk kishte asnjë nevojë për NATO-n, aq më tepër për zgjerimin e saj. Dhe kemi marrë ca garanci që NATO nuk do të zgjerohet drejt kufive të Rusisë, sepse pas luftës së ftohtë të gjithë ishin të gatshëm të bashkëpunojnë. Por duhet të pranojmë që në fund të fundit Rusia u mashtrua dhe për 25 vitet të fundit, më shumë se 12 vendet e tjera janë anëtarësuar në NATO, dhe infrastruktura ushtarake e NATO-s vijon të afrohet drejt kufive të Rusisë. Dhe kjo është tendenca shumë negative.
заменить его на 6-й американский флот. Dhe patjetër në Ukrainë, në Kreme, kishën flotën e 6 të Rusisë dhe ndoshta Amerika kishte në plan ta vendoste flotën e saj në Kreme. Dhe prandaj ky referendum dhe vetë vendosja e Kremes, e cila është absolutisht e drejtë, nuk pranohet dot nga perëndimi, edhe pse vendimi i popullit të Kremes është shumë i ligjshëm dhe shumë demokratik. Jam e bindur që çdo person që konsideron veten demokrat e di që demokracia është pushteti i popullit ose pushteti bazuar mbi vullnetin e popullit. Dhe ky është rasti i Kremes pikërisht. Zoti ambasador, megjithatë në këto kushte, a ekziston rreziku që ajo që ndodhi në Krime të përsëritet si precedent edhe në vende të tjera të ish-bashkimit sovjetik, të cilat janë gjithashtu rusish-folse, kanë popullsi ruse? Ну, понимаете, это тоже очередной миф. Ky është një mit tjetër për gjoje kërcënimin rus për fqinjet e Rusisë. Отношения с соседними государствами Duhet t'ju them që marrëdhëniet tona me vendet fqinje janë prioritet për politikën e jashtme të Moskës. Të gjitha vendet e bashkësisë së vendeve të pavarura janë ish republikat sovjetike dhe gëzojmë lidhjet shumë të ngushta edhe në fushën ekonomike, edhe në fushën politike. Domethënë ka një sër çështjesh që janë më interes për Rusinë në këtë rajon. Prandaj nuk kemi asnjë arsye të themi që Rusia mund të provokojë ndonjë konflikt ose ndonjë luftë me këto vende, sepse është absolutisht e palogjikshme. В том числе, если говорить об Украине. Rusia спровоцировала nuk ishte ajo që provokoi konfliktin Ukrainës. Rusia që nga dita e parë e konfliktit Ukrainës, që nga dita e parë e ballafaqimit në Kijev, bënte thirrje për bisedimet paqësore ndërmjet Kijevit dhe opozitës. Dhe Rusia nuk ishte e pranishme me qëra fjalë në Kijev. Ati ishin të pranishme zëvëndës digmësja të sekretarit të shtetit Amerikan, zonja Nuland dhe baronesha Ashton, por kur filloi gjakderdhja në Kijev, asnjë prej tyre nuk ka thënë asgjë për të parandaluar tragjedin. Prandaj nuk mund të themi që Rusia mban përgjegjësi për krizën ukrainase. Zoti ambasador, po cilat janë qëllimet e Rusisë në Ukrainë? Duke pasur parasysh se sipas sondazheve, por edhe prirjes së një pjesë të madhe të popullsisë ukrainës, është më shumë e orientuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian sesa të marrëdhënieve të ngushta me Rusinë. Но, вы понимаете, вот это ошибочный подход со стороны наших коллег Запада. Duhet të kuptoni që ky është qëndrimi i gabuar. Domethënë, ose integrimi evropian ose marrëdhëniet me Rusinë. Kjo është një gabim shumë i madh. I kujt është ky gabim? Rusia nuk ka problem të bashkëpunojë me vende që janë të orientuara si e të një problem. Jo, por Rusia nuk ka asnjë problem këtu. Si filloi ballafaqimi në Kijev? Ukraina vendosi të nënshkruante marrëveshjen për bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Dhe Rusia nuk ishte kundër këtij dokumenti. Thjesht kërkuan që pasi të nënshkruaj ai dokumenti, duhen të merreshin parasysh interesat e Rusisë, sepse edhe Rusia kishte dokumentin e saj duapalesh me Kijevin, I cili parashikonte regjimin e veçantë të tregtisë ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Dhe në qoftë se Ukraina përfirmos një dokument tjetër pa u konsultuar me Rusinë, Rusia mund ta gjejë veten në një situatë të çuditshme kur mallrat evropiane do të futen në tregun
rusë duke përdorur Ukrainën si një vend tranziti. Prandaj propozojmë që duhet të ulemi në tavolinë, të bisedojmë së bashku. Dhe baronesha Ashton ato kohë tha që nuk e kemi Rusin këto. Соглашение будет введен только с 1 января 2016 года. То есть они, по сути дела, согласились с тем, что предлагала Россия и что предлагал уже Янукович, поняв это все. Tani për tani shprehen për bisedimet e paqes, domethënë tani janë për qëndrimin e Rusisë, por tani është tepër vonë. Добиться мира. E vetmja gjë që synojmë në Ukrainë është paqja. Dhe e vetmi rrugë zgjidhje e gjithjes e krizës Ukrainës është zbatimi i marrëveshjeve të Minskut. Kam parasysh të ashtu quajturin Minsku 2, i cili hartohen nga tre liderë evropian, nga presidenti Putin, kancelarja federale Merkel dhe presidenti francez Hollande. Dhe këto marrëveshje duhet të respektohen edhe në gërm edhe në frymë. Jo të gjithë e dinë se marrëveshja e parë e Minskut është shkruar personalisht nga presidenti rus Vladimir Putin në shtator të vitit të kaluar, sepse që nga dita e parë e krizës duhet të ripërsëris, Rusia bën të thirrje për bisedimet ndërmjet Kijevit dhe rebeleve nga lindja e Ukrainës. Они хотели защиты своих прав. Protestuesit në rajonet lindore të Ukrainës nuk u shprehen për ndarjen nga Ukraina. Ata janë të gatshëm të mbeten brenda territorit të Ukrainës, thjesht duan që interesat e tyre të ligjshme të respektohen. Presidenti i Ukrainës Poroshenko, pasi u zgjodh në postin e tij, dha një urdhër për të përdorur ushtrinë, për të përdorur forcës kundër popullit të vet. Dhe deri më tani 6500 persona janë vrarë në Ukrainën lindore. Ju nuk mund të imagjinoni si sot për sot duket Donetsku, është qyteti im i lindjes dhe unë e di që e gjithë infrastruktura sociale është shkatruar. Qindra civil janë vrarë, vazhdon blokada ekonomike, nuk paguhen as pensionet, as ndihmat e tjera. Nuk ka furnizime me ushqime, me medikamente, me ujë dhe me energji elektrike. Domethënë tani për tani, në Ukrainën lindore ka katastrofë të mirëtfillt humanitare dhe vetëm Rusia vazhdon furnizimet e ndihmës humanitare dhe qindrat tona të ndihmave janë dërguar deri më tani nga Moska në Donbas. Dhe në këtë mënyrë mbështesim popullsinë e rajoneve lindore të Ukrainës. Më shumë se 1 milion banor të këtyre rajoneve u bën refugjat që braktisën dhe më çudit që mediat perëndimore nuk e shohin mirë situatën, nuk e vlerësojnë në mënyrë objektive, nuk e shohin tragjedinë e madhe njerëzore që po vazhdon në këtë rajon. Jo, mediat perëndimore, me qenë se i prekët pak, mendojnë që ai është territor Ukrainës dhe i takon shtetit dhe qeverisë ukrainase të merret dhe të shqetësohet për ta, jo Rusisë. Po, keni shumë të drejtë, janë territore që janë pjesë të Ukrainës, por 90% të popullsisë janë rusisht folës, dhe ata po vuhen, prandaj Rusia nuk mund të rrijë duar kryq dhe vazhdon të ndihmojë. Për shembull, sot Çiproja ka dërguar ndihmën humanitare për Donetskun dhe kjo ndihmë pranohet nga Donbasi. Domethënë nuk ka asnjë të çuditshme që Rusia jep ndihmën e saj Donetskut dhe Luganskut. Aq më tepër se Rusia ka pranuar në territorin e saj 1 milion refugjat nga rajonet lindore të Ukrainës. Qindra mijëra të ukrainasve punojnë në Rusi dhe ata dërgojnë rrogat e tyre prapë në shtëpi dhe mbështesin familjet e tyre
Po e di për çfarë shkruajnë mediat perëndimore, por për fat të keq nuk janë objektive. Sot për sot në Donbas punojnë vetëm përfaqësuesit e mediave ruse, jo të mediave perëndimore. Ndoshta ju nuk e dini që në Ukrainë janë të ndaluar të gjitha televizionet ruse. Janë të ndaluara plotësisht, kurse në Rusi transmetojnë të gjitha televizionet ukrainase dhe nuk ka asnjë kufizim në këtë fushë. Dhe politikanët të Ukrainës dalin në televizione dhe shprehin qëndrimet e tyre, por jam i bindur që ajo që po ndodh në Ukrainën lindore duhet të jetë më interes për perëndimin, sepse duhet analiza e thellë e detajuar të asaj situate që po ndodh në Ukrainë. Ambasador Karpushin, megjithatë Rusia po e paguan në një farë mënyrë shtrenjtë ndërhyrjen në Krime, pasi perëndimi Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione si një shenjë ndëshkimi ndaj atij veprimi në Krime. Dhe ekonomikisht rubla ruse është vlerësuar shumë. Çfarë po ndodh me ekonominë e Rusisë? No, вы правы, что да, санкции введены. Po keni shumë të drejtë që sanksionet janë vendosur kundër Rusisë, por duhet të them që janë vendosur në mënyrë të paligjshme, sepse Rusia nuk ka ndërmarrë asnjë veprim të paligjshëm në Ukrainë. Dhe siç dihet, sanksionet e tilla mund të miratohen vetëm nga Këshilli i Sigurimit të KB-s. Ajo që ndodhi vendosja e këtyre sanksioneve është fenomeni i paligjshmërisë. Ne e dim që SHIBAT shumë shpesh ndërhyjnë në punët të brendshme të shteteve të tjera dhe në qoftë se kjo nuk ndihmon ata ushtrojnë forcën ushtarake, siç ndodhi në Siri, Irak, në Libi dhe sot për sot në Ukrainë. Ose mund të përdorin edhe sanksionet si në rastin e Rusisë. Po, më të vërtet këto sanksione e kanë prekur ndjeshëm ekonominë ruse dhe në radhë të parë vuajnë qytetarët e thjeshtë të Rusisë. Janë ulur rrogat dhe ca ndërmarrje janë mbyllur, por nuk mund të flasim për një tendencë të dukshme negative. Dhe unë e di që perëndimi mendonte që sanksionet do shkaktojnë pak kënaqësinë e gjerë të popullsisë ruse, por ndodhi një gjë e kundërt. Tani presidenti rus gëzon mbështetje shumë të lartë nga ana e shoqërisë ruse. Dhe përkrahja e tij arrin gjatë 86% dhe ndjenja e unitetit, ndjenja e patriotizmit brenda Rusisë është akoma më e fortë tani. Ju e dini që Rusia ka vendosur disa sanksione simetrike dhe kemi kufizuar importin e prodhimeve bujqësore nga Bashkimi Evropian dhe kjo ka ndihmuar shumë prodhuesve të prodhimeve bujqësore brenda Rusisë. U rrit ndjeshëm prodhime bujqësor në fermat dhe në ndërmarrjet ruse dhe ky është një moment shumë pozitiv. Prandaj nuk mund të themi që sanksionet janë një gjë vetëm negative. Edhe rënja e monedës ruse të rublës ka anën tjetër të medaljes, sepse tani për tani eksportuesit rusë ndjen veten më të sigurt, kanë më shumë mundësi për të eksportuar mallrat ruse. Dhe në përgjithësi, besoj që vetë perëndimi do të vuajë shumë nga sanksionet. Së fundmi, presidenti rus ka vizituar Italinë dhe gjatë diskutimeve me kryeministrin italian trajtuan edhe temën e sanksioneve dhe u përmend se industria ushtarake e Italisë ka humbur për shkak të sanksioneve $1 miliard. Kjo është numri i stërmadh i vendeve të punës. Patjetër
nuk ka asnjëri që pëlqen këto sanksione. Edhe kompanitë gjermane besojnë dëmën nga sanksionet. Ndoshta vetëm Shtetet e Bashkuara nuk vuajnë nga këto sanksione. A mendoni se duhet që Rusia të hyjë në negociata apo të gjejë një zgjidhje për të mundësuar ndërprerjen e këtyre sanksioneve? Я не думаю, что Россия Jo, nuk mendoj ashtu, nuk mendoj që Rusia duhet të fillojë negociatat për heqjen e sanksioneve. Таких оговорок при применении этих санкций, которые, в общем-то, тяжело даже обойти, переговоры бессмысленные. Në kontekstin e sanksioneve ka shumë rrethana të veçanta. Kohët e fundit Perëndimi na thotë, në qoftë se nuk do të zbatohet marrëveshja e Minskut, sanksionet antiruse do të ashpërsohen. Rusia ka firmosur marrëveshjen e Minskut dhe nuk ka ndërmend ta shkelë. Vetë presidenti rus e ka firmosur. Kurse është Kijevi ai që nuk e respekton këtë marrëveshje, por çuditërisht Perëndimi nuk ka asnjë vërejtje, asnjë kritik ndaj Kijevit. Kritikon vetëm Rusinë për atë që shkel Kijevi. Kjo është një gjë shumë e çuditshme. Prandaj besoj që nuk duhet të fillojmë negociatat për heqjen e sanksioneve, sepse vetë mendimi praktik na thotë që sanksionet nuk kanë asnjë kuptim, po vuajnë edhe bizneset ruse, edhe bizneset perëndimore. Shkëmbimet tregtare janë ulur ndërmjet Rusisë dhe BE-s. Санкции – это не совершенно ошибочный шаг. Pra, sanksionet janë rruga e gabuar, sidomos që janë aq më tepër që janë të paligjshme. Ambasador, megjithatë, siç duket se Perëndimi në një farë mënyrë ju kërcënon ju me sanksionet, edhe Rusia e ka një armë të fortë me vendet e Perëndimit të Bashkimit Evropian. Ato janë, ai është gazi, një aset me cilin Moska ndihet e fuqishme. Her pas here ndoshta edhe për të krijuar atë që konsiderohet si një luftë force në balancën midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Është e vërtetë që e përdorni në mënyrë preferenciale kërcënuese gazin? Абсолютно нелогично даже. Kjo nuk tingëllon as pak e logjikshme. Газ, нефть являются основными источниками Për Rusinë, nafta dhe gazi janë burime kryesore të ardhurave shtetërore. Dhe në qoftë se Gazpromi do të manipulonte me asetin, me këtë aset, me gazin, Rusia do të pësonte dëme kolosale. Prandaj këto akuza janë të trilluara dhe të shpikura. Këto akuzat të pabaza nuk i marrim seriozisht. 12 ose 15 vite më përpara, njën nga ambasadorët rusë dhe njën nga vendet evropiane tha që në qoftë se ju nuk do të respektoni detyrimet kontraktore, do të ndërpresin furnizimin me gaz dhe ajo shkaktoi një shok dhe ai mori një vërejtje zyrtare nga Ministria e Jashtme sepse shakat të tilla nuk janë të papranueshme. Gazpromi mbetet furnizuesi kryesor i gazit për Evropën dhe Gazpromi nuk ka shkelur asnjëherë detyrimet e tij kontraktore. Я могу только догадываться, откуда они возникают. Të gjitha këto spekulime обвиняют в том, что якобы përgjojë kërcënimin nga ana e Rusisë, ata vinë nga Perëndimi. Вынашиваются планы когда-нибудь применить санкции по отношению к России. То, конечно, лучше было бы не зависеть от России. Në të kaluarën, vetë ideja e sanksioneve antiruse të miratuara nga Bashkimi Evropian do të tingëllonte fantastike.
Dhe sot për sot Bashkimi Evropian po përpiqet të ulë varësinë e tij nga gazi rus. Por deri më tani bashkëpunimi me Gazpromin ishte shumë i përfitimshëm, shumë i levërdishëm për të gjitha vendet evropiane. Edhe pse nuk do të realizojmë rrymën turke, kemi një kontratë tjetër me Kinën për furnizimin e gazit dhe besoj që në një të ardhmen të afër do të nisim realizimin e këtij projekti. Domethënë, situata nuk është aq e keqe sa e përshkruajnë partnerët tanë perëndimor. Në këtë kontekst mund të shtoj që tani për tani ka shumë sfide dhe kërcënime të përbashkëta, si trafiku i drogës, krimi i organizuar, fundamentalizmi musliman, të cilat kërkojnë bashkimin e përpjekjeve të gjithë komunitetit të ndërkombëtar. Dhe pa pjesëmarrjen e Rusisë, siç u theksua në takimin e fundit të G7-s, këto problemet nuk mund të zgjidhen. Prandaj izolimi i Rusisë është një gabim fatal. Dhe një gabim akoma më i madh është ta quash Rusinë një vend agresor, një vend kërcënues. Dhe më vjen keq që edhe disa politikanë shqiptar flasin për të ashtu quajtërën kërcënim rus dhe që NATO-ja i mbron nga ky kërcënim, por mund të siguroj që Rusia nuk është një vend agresor dhe të gjitha sankcionet, të gjitha hapat që ndërmarrin janë reagimet tona simetrike ndaj hapave të perëndimit. Dhe Rusia nuk ka filluar asnjë luftë. Dhe në të ardhmen nuk ka ndërmend të fillojë një luftë tjetër. Përkushtimi ynë është të fillojmë raportet tona në frymën e miqësisë me të gjitha partnerët tanë. Dhe këto marrëdhënie duhet të jenë të barabarta dhe me respekt të ndërsjellë. Dy pyetjet e fundit, zoti ambasador, nëse më lejoni. Analistët politik të perëndimit veçanërisht mendojnë se influenca e Moskës në ditët e sotme në Ballkan është më e forta që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Si e shpjegoni këtë? Pse Rusia kërkon të ketë kaq shumë influencë në Ballkan? Вы понимаете, что нет ни одного государства, которое бы не стремилось... Duhet të kuptojmë se në botë nuk ka asnjë vend i cili nuk do të synonte të arrisë ndikimin e tij. На внешней арене. И Россия также стремится. Kjo është objektiva e çdo shteti. Dhe Rusia nuk është përjashtim. Pyetja tjetër është me çfarë qëllimi rritet ndikimi i një shteti. Në kohët e luftës së ftohtë kishte një ballafaqim ideologjik ndërmjet dy bloqeve, kurse sot Rusia synon vetëm thellimin e marrëdhënieve ekonomike me vendet evropiane, pse jo edhe me ato ballkanike. Sfida jonë kryesore është zhvillimi e lidhjeve ndërmjet bizneseve ruse dhe ballkanike. Unë jam diplomat, jam ambasador i Rusisë dhe asnjëherë nuk kam marrë asnjë udhëzim nga Ministria e Jashtme që të arrisë ndikimin e Rusisë në Ballkan me ndonjë qëllim të keq. Prandaj jam personalisht të përkushtuar për të zhvilluar marrëdhëniet tona humanitare, kulturore, që të vazhdojmë shkëmbimet kulturore. Kjo është më e rëndësishme. Prandaj nuk ka asnjë arsye për të friksuar Rusisë dhe të flasësh për kërcënimin rus. Po qëllimi dhe afrimi i kohët e fundit veçanërisht mes Greqisë dhe Rusisë, për çfarë arsye po ndodh? Sidomos në këto kohët e krizës financiare, ekonomike që po përjeton Greqia. Ну, это надо у Греции спросить. Может, вы подозреваете ее, что она... Këtë pyetje duhet ta drejtoni Greqisë.
Në qoftë se dyshoni që Greqia i është afruar Rusisë për shkak të krizës financiare. Jo, në fakt, Rusia gëzon marrëdhënie shumë të vjertra miqësore me Greqinë. Së dyti, patjetër, aktualisht Greqia është duke kërkuar partnerët në Evropë për të siguruar stabilitetin e saj financiare. Greqia është shumë e vetëdijshme që në rajonin ballkanik do të ndërtohet një gasjellës të ri dhe ka dëshirë të marrë pjesë në një projekt të tillë. Veç kësaj keme lidhje të ngushtë në fushën turistike dhe keme dëshirën e përbashkët ta çojmë përpara këtë fushë. Kohët të fundit kemi parë disa shembuj kur vendet të caktuara që janë vende anëtare të NATO-s dhe synojnë të anëtarësohen në BE, heqën dorë nga bashkëpunimi me Rusinë. Unë e shoh si një qëndrim të gabuar. Dhe në këtë kontekst, Greqia është një përjashtim shumë i mirë nga kjo rregull. Po, kryeministri grek ka vizituar Rusinë, ka lëshuar disa deklarata në lidhje me këtë vizitë dhe unë e shoh në mënyrë shumë pozitive, sepse në marrëdhëniet tona mbi zotëron mendimi praktik dhe përfitimi i ndërsjell. Ambasador Karpushin, si njihet në Rusi apo në diplomacinë ruse dhe pse ka shqetësim për Shqipërinë e Madhe, pasi institucionet e shtetit shqiptar edhe kryeministri aktual Rama vazhdon të përsërisë se nuk ka asnjë projekt të Shqipërisë Madhe. Për ju, çfarë është kjo ideja e Shqipërisë Madhe, Shqipërisë etnike? Я не знаю, где вы узнали, что Россия беспокоится о Великой Албании. Nuk e di pse mendoni që Rusia është e shqetësuar për projektin e Shqipërisë së Madhe. Концепция Великой Албании и так далее, она Megjithatë është një fakt i njohur që koncepti i Shqipërisë së Madhe ekziston. Detyra jonë e përbashkët është që ky koncept të mos realizohet. Ne i dimë që Ballkani është një rajon me potencial shumë të madh konfliktual. Sfida jonë është të parandalojmë një shpërthim në këtë rajon. Kur udhëtoj nëpër Maqedoni dhe shoh banesat e shqiptarëve, mund të konstatoj që ata duken më të pasura dhe më të bukura se sa pallatet e maqedonësve, të slavëve. Dhe kjo do të thotë që shqiptarët janë shumë punëtorë, kanë ambicie shumë të mëdha dhe ndërtojnë pallate shumë të bukura, 2-3 katëshe dhe jetojnë në kushte shumë të mira. Prandaj mendoj që nuk ka arsye të shprehim shqetësime për mos respektimin e dokumenteve ose të drejtave të shqiptarëve. Sfida jonë, detyrimi është që të mos provokojmë retorika jo konstruktive në këtë fushë. Megjithatë, mendoni se ishte e vënd dhe e drejt deklarata e ministrit e jashtëm Lavrov në ngjarjet e Kumanovës rreth 20 majit se Shqipëria dhe Bullgaria kanë një interes ndarjen e Maqedonisë? A ishte pak e tepruar si deklaratë? Но тут два совсем разных вопроса, потому что заявление, не заявление Лаврова было, а это было комментарий нашего департамента. Në fakt nuk ishte deklarata e Lavrovit, por edhe потому что само по себе событие, оно njoftimi zyrtar i departamentit të shtypit të Ministrisë së Jashtme. Puna është që ajo ngjarje në Kumanov ishte një ngjarje shumë e veçantë dhe ne e dimë që një grup armatosur u fut në Maqedoninë nga territori i një vendi tjetër dhe u përfshin në një përleshje të armatosur me forcet e policisë dhe gjitha kjo kërkon një hetim objektiv. Është pak herët nxjerrim rezultatet e hetimit, por unë besoj që të thuhet që Shqipëria kishte interes që të çajë dhe të ndajë Maqedoninë, besoj. Është herët për ta thënë dhe këtë? Apo nga e bazoni këtë deklaratë? Да нет, это вот потом Лавров сказал, что даже
некоторые появляются слухи. Në fakt, ministre i jashtëm rus Lavrov tha që në Ballkan ka shumë spekulime dhe thashë theme përgjohë dëshirën e Shqipërisë dhe Bullgarisë për të ndarë Maqedoninë. Nuk është qëndrimi zyrtar i Rusisë, është qetësimi i palës ruse për spekulimet e tilla në Ballkan. Ai thjesht theksoi që çështjet ndëretnike në Ballkan janë shumë delikate dhe kërkojnë vëmendje maksimale. Ai nuk tha që është qasje e Rusisë. Ne i dim shumë mirë që kjo nuk është e vërtetë. Ndoshta ai u keq interpretua. В свое время высказался премьер-министр Албании. Në të njëjtën mënyrë si ndodhi me deklaratën e kryeministrit rus për bashkimin klasik të Shqipërisë dhe Kosovës. E dim që fjalët e tij u nxorën jashtë kontekstit, prandaj reagimi ndaj deklaratës së Ramës ishte pak e nxituar. Kjo ndodh nganjëherë dhe Ministri jashtëm rus nuk ka asnjë faj në këtë situatë. E fundit për ta sqaruar, qëndrimi i Moskës është për një hetim të ngjarjes së Kumanovës nga shteti Maqedonas, por partnerët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera midis tyre edhe Shqipëria kanë kërkuar një hetim ndërkombëtar për atë çështje për shkak se siç thatë dhe ju, Maqedonia pretendon se aty ka pasur luftëtar nga Kosova apo terroristi që ka quajtur ai, që është term që e përdor vetëm qeveria e Gruevskit. Pse jeni kundër një hetimi ndërkombëtar në rrethana të tilla? Ну, мне кажется, любое государство, если оно суверенное и независимое... Jam e bindur që çdo shtet i pavarur, çdo shtet sovran duhet të shfrytëzojë të gjithë mundësitë që ka për të kryer hetimin me forcat e veta. Dhe në qoftë se nuk ka resurse, nuk ka burime të duara, mund të drejtohet komunitetit ndërkombëtar. Prandaj besoj që do të ishte gabim të themi që me patjetër duhet të ftojmë hetuesin ndërkombëtar. Ajo do të thoshte që nuk e marrim seriozisht shtetin Maqedonas. Interpol, оказывается, 2 или 3 человека этих Po, faktori ndërkombëtar është tashmë prezent në Maqedoni dhe përfaqësia e Interpolit është pranishme tani në Maqedoni dhe është përfshirë në hetimin dhe në fakt është pjesëmarrja e faktorit ndërkombëtar. Какие кровавые преступления происходили в Одессе? Ju e dini që në Ukrainë, në qytetin e Odesës, në Ukrainën jugore, u kryen hetime, u kryen krime të shëmtuara. Në një banesë u dogjën më shumë se 40 persona. Dhe askush nuk kërkon një hetim ndërkombëtar. Dhe tani Ukraina po kryen hetimin me forcat e veta, por e kryen në mënyrë shumë të ngadalë dhe jo efektive. Dhe në këtë situatë prania e faktorit ndërkombëtar do të ishte shumë e dobishme. Ambasador, ju falenderoj shumë që ndat qëndrimet tuaja në studion e Tonight në Ora News dhe shpresoj se do të takohemi sërish kur të kemi dhe më shumë për të thënë në marrëdhëniet mes dy vendeve tona, mes Shqipërisë dhe Rusisë. Ju faleminderit shumë, zonja Ilva, është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe të flas me ju dhe unë shpresoj që do vazhdojmë kontaktet tona. Faleminderit. Profesor Krisafi, ajo me të cilët thuhet ose paktën ka mbetur akoma si të themi se dhe si dhe legjende dhe shqiptarët përpiqen ta interpretojnë, është që marrëdhëniet Shqipëri-Rusi gjithmonë kanë qenë të afërta ose ka një lloj dashamirësie mes popujve. Edhe pse për gjatë periudhës së komunizmit ka pasur të themi një ndarje simetrik të bashkëpunimit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Rusisë. E parë kjo në kontekstin historik, vërtet të tilla kanë qenë këto marrëdhënie? Përgjithsisht, marrëdhëniet midis popujve janë gjithmonë të mira. Popujt e gjejnë rrugën dhe gjuhën e përbashkët për të qenë pranë njëri tjetrit, për të bashkëpunuar, për të ndihmuar, për të shkëmbyer dhe për të ecur bashkërisht përpara në rrugën e tyre drejt së ardhmes. Kjo ka ndodhur natyrisht edhe midis popullit shqiptar dhe popullit rus, edhe pse dy popull mjaft të distancuar nga pikpamja gjeografike.
por tradicionalisht dhe historikisht lidhjet midis tyre nuk kanë munguar. Ka fakte historike shumë interesante. Unë do ta nisja së paku nga periudha e Ali Pasha Pelenës, nga Pashalëku i Janinës, kur Ali Pasha në kuadrin e politikës së vet të lidhjes me vendet e tjera dhe zhvilloi një diplomaci shumë interesante. Një vektor i rëndësishëm i së cilës ishte edhe lidhja me Sankt Peterburgun. Mund të kalojmë më vonë kur Rusia bëhet faktor në zhvillimet në ngjarjet në Ballkan dhe ka ndikimet e veta në të gjitha ato që ka ndodhur në këtë gadishull dhe nuk ka lënë mbas dore edhe shqiptarët. Natyrisht politika ruse nuk i ka parë me dashamirësi shqiptarët. Fakt është që në vitin 1876 kur përfundohet një marrëveshje që quhet marrëveshja e Reichstadit midis Austro-Hungarisë dhe Rusisë, që ka një edicion të dytë në janarin e vitit 1877 dhe ku përfundohet plotësisht marrëveshja, përmendet çështja e shqiptarëve dhe është interesant që ndërsa austro-hungarezët shprehen me optimizëm për krijimin e një shteti shqiptar, po flasim për vitin 1876-1877, Rusia i del kundër këtij propozimi. Me çfarë argumenti? I del kundër pa ndonjë argument të fuqishëm, por kuptohet lehtësisht që Rusia e kishte rreshtuar veten e vet për krah klient vet ballkanik të racës ose të besimit slavo-ortodoks, për krah të serbët, malazezët e të tjerët dhe sakrifikonte shqiptarët. Megjithatë, shqiptarët nuk i reshin përpjekjet e tyre për t'u afruar Rusisë, sepse midis shqiptarëve kishte mendje të tilla të mëndshme, rilindas i tanë të asaj kohe, të cilët e gjykonin me shumë të drejtë që Rusia nuk mund të neglizhojë. Faktori rus ishte përcaktues në një farë kuptimi në zhvillimet në Ballkan krahas faktorëve të tjerë. Dhe është kjo me sa duket arsye pse na vërtetohet një tjetër fakt shumë interesant në qershor gusht të vitit 1878, kur sapo ishte krijuar lidhja shqiptare e Prizrenit dhe kur kishte përfunduar lufta ruso-turke 1876-1878 dhe ishte përfunduar traktati Shën Stefanit që po revizionohej në Berlin, një përfaqësues i lidhjes shqiptare të Prizrenit, më duket funksionari më i lartë i Dibrës së saj kohe, Jusuf Alibeu, paraqitet në shtabin rus në Edrene dhe i parashtron komandantit të shtabit rus kërkesat shqiptare që edhe shqiptarët dhe Shqipëria të trajtojnë një lloj si vendet e tjera fëmijë të saj. Duket që kërkesa e tij ka mbetur pa jehon sepse qëndrimi rus ndaj shqiptarëve vazhdon të mbetet po ai që ishte, qëndrim tradicional, qëndrimi i favorizimit të slavo-ortodoksëve dhe i ndëshkimit, i sakrifikimit të shqiptarëve në interes të tyre. Në gjykimin tuaj, profesor, asë kohë ishte vetëm kjo ndjenjë që Rusia kishte ndaj popullit slav, apo dhe ne shqiptarët nuk dinim të krijonim një qasje më pozitive? Kam fjalën nuk kishim burra të mençur dhe diplomatë të zotët që të gjenin analet politike dhe diplomatike për të siguruar një mbështetje të Rusisë që asaj kohe ishte superfuqi. Duhet kemi parasysh që shqiptarët në atë kohë nuk kishin ende shtetin e tyre. Përpiqeshin me të gjitha mënyrat e mundshme për të organizuar dhe për të strukturuar organe që të orientoheshin dhe që të hynin në lidhje me fuqitë e mëdha të asaj kohe dhe me popujt e tjerë përreth. Dhe unë nuk mund ta them dot atë që nuk kemi ditur ne. Nuk mund të mohohet që ka pa diskutim edhe faktori shqiptar atë peshën e vet në ato çka ka ndodhur, që përgjithsisht shqiptarët janë parë me një, le të themi, me një antipati ose me një mungesë të ndjenjës së simpatisë për kundrejt tyre. Por në këtë rast unë do të them që shqiptarët nuk kanë munguar ta llogarisin faktorin rus. Sapo përmenda rastin e vizitës në shtabin e luftës, shtabin e ushtrive ruse në Edrene, do doja të thoshe që diplomatët e shquar shqiptar Abdyl Frashi dhe Mehmet Alevrioni në periudhën në pranverën dhe verën e vitit 1879 ndërmorën një udhëtim interesant në oboret mbretërore perandorake europiane për të bërë të njohur faktorin shqiptar dhe dëshirën e shqiptarëve për të dalë ata si të tjerës, si fëmijët e tyre si shtet më vete.
Dhe në këtë kuadër ata nuk kanë lënë pa çuar sinjale edhe në Sankt Peterburg për këtë problem. Por fuqitë e mëdha zakonisht nuk mallëngjehen shumë nga interesat e popujve të caktuar, vështrojnë interesat e tyre dhe se kanë për gjë të sakrifikojnë popujt tërë sikur se ka ndodhur në histori përgjithsisht. Dhe i bie që marrëdhëniet më të ngushta mes Shqipërisë dhe Rusisë kanë ndodhur vetëm gjatë regjimit komunist apo jo? Dhe si u vendosen marrëdhëniet diplomatike mes dy shteteve? Po, është e vërtet, por përpara se të vim te koha e komunizmit, ka ende episode shumë interesante që shpjegojnë pikërisht e ecurinë e marrëdhënieve shqiptaro-ruse. Le të themi është periudha e konferencës ambasadorëve në Londër në 1912-1913, ku Rusia ishte haptas i arrestuar kundër shqiptarëve dhe për krah slavëve. Kemi pastaj periudhën e viteve 20 të shekullit kaluar, kur Rusia në vitin 1922 i drejtohet Shqipërisë asaj kohe, qeverisë shqiptare asaj kohe, me një kërkesë për të lidhur marrëdhënie diplomatike dhe për të shkëmbyer përfaqësi diplomatike. Çështja u vonua në vitin 22-23, asaj kohe kryeministri ishte Ahmet Zogu, dhe duhet të vinte viti 1924, madje gjysma e dytë e këtij viti, kur në Shqipëri ndodhi ajo ngjarje që njihet me emrin Revolucioni Demokratiko-Borgjez i Qershorit, dhe në krye të qeverisë shqiptare erdhi Fanoli. Fanoli ishte ai që me iniciativën e vet shtron tani çështjen e njohjes së qeverisë së tij nga qeveria ruse dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Propozim ky që u prit me entuziazëm nga ana e rusëve, të cilët u përgjigjen pozitivisht. Por ky veprim u gjykua vrazhd nga opinioni vendas, veçanërisht nga profesorët e shtresave të pasura, dhe nga faktorit ndërkombëtar, cilët u trëmën se Shqipëria po shndrohej në një vatër të bolshevizmit dhe të komunizmit. Dhe u përpoqën të jepnin mesazhe dekurajuese për këtë hap të ndërmarrë nga qeveria shqiptare asaj kohe. Dhe mbeti për disa muaj kërkesa e Fanolit drejtuar Rusisë për sa i përket lidhjes së marrëdhënieve diplomatike. Do të vinte nëntori vitit 1924, kur Noli, që kishte marrë pjesë në punimet e Asamblesë Lidhjes së Kombeve, duke u kthyer në atë, ndalon në Rom për pak ditë dhe aty takon përfaqësuesin e Rusisë në Rom, ish Bashkimi Sovjetik asaj kohe, dhe vën në lëvizje procesin e vendosjes marrëdhënieve diplomatike dhe shkëmbimit të profesorëve diplomatik. Noli kthehet në Shqipëri, zhurma rimeret nga e para, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, por ata rusët e kishin përshpejtuar hapat, dhe në ditët e para të dhjetorit të vitit 1924 në Vjenë kishte mbritur grupi i diplomatëve rusi, do të ishin akredituar në Tiranë, ishin 7 vetët, cilët mbritën aty nga data 16 dhjetor. Ardhja e tyre i dashkas përshpejtimit të presioneve dhe të një lloj reagimi shumë agresiv për këtë hap të ndërmarrë, dhe qeveria e Nolit u detyrua të mblidhej në një seancë të jashtëzakonshme diku aty afër fundit të dhjetorit, kur jetonte ditët e fundit të jetës së saj, dhe të deklaronte se i është kërkuar diplomatëve rusë të largohen nga Shqipëria dhe ju kërkua atyre të largoheshin nga Shqipëria. Domethënë qëndruan një 10 ditë gjithsej ata dhe u larguan. Por ndërkohë qeveria shqiptare kishte avancuar dhe ajo nga ana e vet, kishte caktuar dhe ajo përfaqësuesin e vet që do të ishte në Moskë. Dihet kush ishte përfaqësuesi? Kos Bosnjaku ishte një personalitet i asaj kohe që kishte jetuar në Rusi, njihte mjaft mirë Rusinë asaj kohe, dhe ai ishte caktuar nga Noli si përfaqësues i Shqipërisë në Moskë, gjë që nuk u realizua dot për shkak të këtyre ndryshimeve që ndodhen. Do të vinte viti 1936, më duket, apo 34, s'më kujtohet saktësisht për momentin, që të lidheshin marrëdhënie diplomatike midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik të asaj kohe. Këto marrëdhënie a kulmojnë me atë çfarë ne kemi parë, qoftë edhe në një brez më të vonë me vizitën e Krushovit në Shqipëri? Pa diskutim. Kulmojnë, dhe vizita e Krushovit në Shqipëri në 59, nëse s'gaboj, bëri dhe një lloj rregullimi ose restaurimi të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe ish Bashkimit Sovjetik, sepse kur doli ai që u quajt raporti sekret i Krushovit i lexuar në një nga kongresin e 20, më duket të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që u dënua kulti i individit i Stalinit, kjo si thua i dogji në thonjza pak udhëheqjes shqiptare, sepse
këtu po ndodhte asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa ajo që ndodhte në Bashkimin Sovjetik, ku Stalini ishte shndruar në një perëndi, këtu ne kishim shndruar në një mini perëndi Enver Hoxhën. Dhe goditja e kultit të individit në Bashkimin Sovjetik ishte një tërthora si një goditje e kultit të individit dhe të Enver Hoxhës këtu tek ne. Dhe prandaj kishte një lloj ftohje në atë kohë. Përveç kësaj, Moska kishte restauruar marrëdhëniet me Beogradin dhe nuk pëlqej kaq shumë kjo nga Shqipëria. Dhe udhëheqja shqiptare asaj kohe me një fodullëk të pajustifikuar kishte mbajtur qendrim ndaj Moskës. Por ardhja e Khrushchevit tu, si thua, përmirësoi ndjeshëm klimën e marrëdhënieve midis të dy vendeve dhe ju e thatë me shumë të drejtë që mund të konsiderohet si një kulm i marrëdhënieve shqiptaro-sovjetike të kësaj periudhe, që do të përfundonte në një dramë shumë shpejt. Çfarë ndodhi? Ndodhi kjo që sovjetikët u zëmruan te mase nga ky qendrim i udhëheqjes shqiptare të asaj kohe, e cila nuk pranoi të futej në brazë në thonjza si gjithë të tjerët, dhe që doli hapur dhe kundërshtoi Khrushchevin dhe udhëheqjen sovjetike në konferencën e 81 partive në Moskë. Dhe ata reflektuan menjëherë në marrëdhëniet e tyre në fushën e ekonomisë, kulturës, të shkencës, filluan të zvoglojnë, pastaj i ndërprerën fare, dhe kur marrëdhëniet po vazhdojnë të acaroheshin dhe udhëheqja shqiptare i përgjigje në të njëjtën mënyrë, me të njëjtin, si thua, nervozizëm, çdo aksioni që ndërmerrin nga sovjetikët, ata në dhjetorin e vitit 1961 ndërmorën një hap të pa precedent në marrëdhëniet midis vendeve të tilla siç që Shqipëria dhe Bashkimi Sovjetik ishin pjesë e një kampi, e një bloku socialist, ndërprerën marrëdhëniet diplomatike, tërhoqën përfaqësinë e tyre diplomatike nga Tirana dhe na kërkuan të rriqin përfaqësinë tonë diplomatike nga Moska. Dhe duke filluar nga dhjetori i vitit 1961 deri në vitin 1990, marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik ngrihen, ndërpriten dhe s'ka asnjë lloj lidhje. A deri aty vajti puna, sa që në atë kohë unë kam pas një periudhë të caktuar kohë të jetës time që kam punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe kam udhëtuar jashtë, dhe një ndër porositë që na jepe kur udhëtonim jashtë ishte që ne nuk duhet të takoheshim, nuk duhet bisedonim, nuk duhet të jepnim dorën asnjë diplomati sovjetik. Ju thatë që përveç masave për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike, të ndërpresën ndihmave ekonomike që vinin nga Rusia. Një problem tjetër i madh ishte të studentëve që kanë studiuar atje dhe të njësyrësh edhe kishin lidhur familjen me tyre. Nëse kujtohemi, Kadareja ka studiuar në Moskë, Detroja Golli ka studiuar në Moskë, por edhe një sër personash të cilën ndikuan dhe ndihmuan në ndërtimin e shtetit shqiptar. Si u përcoll në popull asaj kohe? Domethënë, përpos komunikimit politik, njerëzit shqiptarët si e komentonin këto dhe çfarë ndodhi pikërisht me këto studentë dhe me rusët që ishin në Shqipëri? Ndoshta edhe rrëfime jetësore do. Kur ndodhi kjo ngjarje, unë kam qenë i vogël, kam qenë 14-15 vjeç, tamam 14 vjeç kam qenë. Dhe natyrisht që përjetimet e mia janë shumë të zbeheta, por gjithsesi duke u rritur, duke lexuar, duke dëgjuar, duke biseduar, u krijua një përshtypje e mirëfillt lidhur me atë çka ndodhi. Ishte një tragjedi e vërtet. Ishte diçka që kalon përtej njerëzores. Këto ishin lidhje familjare, martesore, të krijuara në kushte normale. Shkuan djem dhe vajza nga Shqipëria për studiuar në Bashkimin Sovjetik, në Poloni, në Hungari, në Rumani, në gjithë vendet e bllokut lindor. Normalisht dhe natyrisht, siç ndodh, një pjesë e tyre u dashuruan me djem dhe vajza të atyre vendeve, u martuan, krijuan familje, lindën fëmijë, erdhën të jetonin këtu dhe u vënë përpara kushteve, përpara presioneve të tilla që u detyruan të prishin familjet e tyre. Vendosja e marrëdhënieve diplomatike ju thatë që është në 90-ën. Ju rikthye kohës së lavdishme apo ne sot kemi sërish marrëdhënie të themi normale, por jo kaq të... Unë kam fatin të jem një ndër ata të paktit dëshmitar që janë marrë me veprimet procedurale që çuan ri vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Bashkimit Sovjetik dhe Shqipërisë. Asaj kohe kam punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kam qenë drejtori i drejtorisë juridike konsullore dhe traktateve ndërkombëtare dhe kam bërë pjesë në grupin që përpunoi gjithë dokumentacionin që do të shërbente si bazë për negociatat që do të fillonin midis përfaqësuesve të dy vendeve. Dhe negociatat u bën në Sofje të Bullgarisë. Ishte një delegacion që kryesoi nga Sofokli Lazri, asaj kohe ishte
ndihmë si sekretarit partë Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë Ramiz Alis, dhe në delegacion bënim pjesë edhe Andon Bërgjoli, drejtorisë përkatëse në Ministrinë e Punëve të Jashtme, unë dhe referenti i që mbulon të Bashkimin Sovjetik dhe këto vendet e lindjes, Ndreçi Rizo. Dhe kemi shkuar në Sofje për të filluar bisedimet. Nga pala sovjetike erdhi 10 zëvendës ministri i punëve të jashtme, Juli Kvicinski, me një ekip interesant njerëzish, dhe u zhvilluan bisedimet në ambasadën tonë aty. Sovjetikët e kishin marrë çështjen shumë thjesht, një takim kortezie, një takim protokollar që do të jepnin duar, do të nënshkruanin protokollin për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike, do të hapeshin përfaqësi diplomatike. Ndërkohë që ne nisur nga fakti që prerja e marrëdhënieve diplomatike na vuri në vështirësi të jashtëzakonshme, ekonomike, domethënë vendi kishte mbetur në atë ditë që për pak ditë s'do kishte më bukë Shqipëria. Dhe u detyruan këto autoritetet shqiptare të asaj kohe të nxinin Florinin për të bler gruar që thushte ai populli. Dhe kishte një lloj mlefi nga ana jote, dhe donim me sa duket ishte porosia që duhet të nxirrej ky mlef. Dhe ishte përgatitur një material goxha i gjatë që duhet t'i lexojë Kvicinskit aty në takim. 36 faqe kishte bërë gati kryetari i delegacionit tonë që do t'i lexonte dhe filloi t'i lexonte në rusisht ato. Mirë po i vetëdijshëm se atmosfera nuk ishte kaq shumë e përshtatshme për të bërë këtë, si thua, gjyqjen e historisë. U vu në siklet dhe unë e mbaj mend si tani që filloi të djersite, filloi të merregoja, edhe pse ishte një njohës i shkëlqyer i gjuhës ruse, kishte studiuar në Bashkimin Sovjetik vet. Edhe Kvicinski disa herë ndërhyri thotë që ti lëm këto gjëra tani, kemi ardhur për të ardhmen, nuk kemi ardhur për të biseduar për çka ndodhur. Ajo çka ndodhur ne e dimë që është gjë e keqe dhe s'duhet përsëritur, ne duhet ecim përpara. Mirë, po porosia e keq me sa duket ai duhet ta lexonte dhe lexoi. Pasi e mbaroi të lexuar atë, mori fjalën Kvicinski, tha dy gjëra të shkurtra pozitivisht dhe tha të ulen këta specialistët tanë dhe të bëjnë protokollin të afirmosin. E bën protokollin, kam qenë unë bashkë me Andon Bërgjolin për ta e redaktuar bashkë me ata kolegët rus, dhe kur shpresonim që duhet ta nënshkruanim, erdhi porosia që jo, mos e nënshkruani, duhet vi Kvicinski në Tiranë, ta nënshkruajmë në Tiranë. Ai tha, po s'ka kuptim, unë vi në Tiranë, po të bëjmë protokollin e ta shpallim këtë. Jo, tha kryetari i delegacionit tonë, dhe kështu u lan bisedimet në mes, u zhvillua një raund tjetër pas një muaji në Tiranë, në fund korrikut të vitit 1990, dhe aty u bë pikërisht në nënshkrimin e protokollit dhe u rivendosën marrëdhëniet dhe u rihapën ambasadat. Për 25 vjetësh janë rivendosur këto marrëdhënie. Në gjykimin tuaj, ka një bashkëpunim të mirë mes Rusisë dhe Shqipërisë, apo shkret e kundërta që faktori rus është më evident dhe më i fuqishëm në Ballkan, ose me alatet e tyre të themi historik? Si vlerësoni? Shtetet zakonisht kanë politikat e tyre dhe në politikat e tyre kanë edhe ato prioritetet përkatëse në fushën e politikës jashtme. Përjetimisht kanë partnerët kryesor, strategjik, e tjera. Në këtë raport, ne nuk mund të pretendojmë që Rusia të braktisi partnerët e vetë ose klientët e vetë slav në gatishmërinë e Ballkanit. Por kjo nuk duhet ta pengojë Rusinë që të ketë marrëdhënie të mira, dhe le të themi shumë të mira edhe me Shqipërinë. Faktori shqiptar në gatishmërinë e Ballkanit është një faktor determinues, përcaktues. Ne jetojmë këtu, por shqiptarët jetojnë edhe në Maqedoni, jetojnë edhe në Kosovë, jetojnë edhe në Serbinë jugore, jetojnë edhe në Malzi, shqiptarë jetojnë pafund edhe në Greqi. Dhe kjo shpërndarje kaq e veçantë gjeografike e shqiptarëve në Gatishtull nuk mund të mos merret në konsiderat si një faktor përcaktues në zhvillimet politike, ekonomike, gjeopolitike e tjera në Gatishtull. Dhe Rusia duhet që krahas atyre slavëve të ketë në konsiderat edhe faktorin shqiptar. Me këtë nuk dua të them që se ka, por ndoshta mund ta ketë çik më shumë, mund të jetë dëshira edhe e imja, meqense i përkas një brezi të tillë që ka një nostalgji në brezin tonë për atë kohë. Rusia vazhdon të mos njohë Kosovën. Argumentet me të cilët jep thuajse nuk janë argumentet e themi të qartë për të definizuar. Por duke qenë që ju jeni profesori së drejtës ndërkombëtare, ju gjykoni që ka bazë ligjore që Rusia të mos njohë Kosovën dhe aksionon kjo mosnjohje në këtë lloj vendosjen e një komunikimi kaq edhe të mirë sa dhe ju thatë që dëshironi të jenë? Unë mendoj që nuk janë motivet juridike ato që determinojnë këto lloj zhvillimesh. Ka të tjera motive, të cilat përcaktojnë motivet politike, janë këto që sapo përmendëm këtu. Rusia natyrisht nuk pajtohet me faktin që Shqipëria është e orientuar drejt perëndimit, që është konsideron partner të rëndësishëm strategjik
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e BE-s. Do të donte që Shqipëria të ishte në krahun me ata, në krahun e vet. Dhe këtë nuk e shikon me simpati, le të themi, domethënë nuk e pëlqen shumë. Por nuk ka asnjë pengesë për mendimin tim që ti jesh mik dhe ti jesh mirë me dikë dhe ti jesh po aq mik dhe po aq mirë dhe me dikë tjetër. Për sa i përket Kosovës, unë them që çështja e Kosovës është një çështje, le të themi, e mbyllur në kuptimin pozitiv të fjalës. Kosova është një realitet që nuk mund të mohohet nga askush, as edhe nga vetë Serbia. Ajo çka po ndodh, këto raunde negociata që po zhvillohen në Bruksel, vizitat e bëra nga udhëheqësit të dy vendeve në takime të përbashkëta, tregojnë që as vetë Serbia nuk mund ta mohojë dot dhe nuk ka për të qenë shumë e largët dita kur Serbia të njohë Kosovën dhe ta pranojë si një realitet, siç e ka pranuar faktikisht. Përjedhoi edhe Rusia e cila unë mendoj që është një ndër ato faktorë që qëndron pas Serbisë në këto jo në kuptimin negativ të fjalës, por në kuptimin që është një mbështetje e fuqishme e saj dhe ndoshta i thotë s'ka ardhur koha, po prit se duhet të realizohet dhe ky veprim apo ai veprim dhe nuk e marr si faktor negativ. Së fundi, profesor, a mund të flasim sot për të themi një shtrire të pushtetit rus në Ballkan? Kam parasysh gjendjen ekonomike paksa të rëndë në Serbi, po ashtu krizën ekonomike në Greqi, ku kemi kryeministin Tsipras që para pak kohësh pati një vizitë në Rusi. Ju si e shihni, kërkon Rusia sot të jetë dominuese sërish në Ballkan, sa që ishte edhe në vitet të themi para luftës së dytë botërore? Unë kam një mendim pak më ndryshe nga ata që i gjykojnë gjërat sipas klisheve klasike të së shkuarës. Bota sot është emancipuar mjaftueshëm për t'ju larguar disa, le të themi, disa strukturave të kohëve të shkuara. Pa diskutim, interesat politike, geostrategjike, ekonomike, kulturore, etj. Nuk mohohen ato. Por nuk janë më në trajtat në forma siç kanë qenë në shekullin e 19 apo në shekullin e 20. Gjërat janë ndryshuar disi dhe jetojmë në një realitet global, në një realitet ku popujt dhe shtetet janë të ndërthurë dhe lidhur me njëri tjetrin në mënyra të tilla që nuk mund të justifikojnë dot ndikime të tilla siç do donte Rusia ta konsideronte Ballkanin si domenën e saj. Mund ta ketë për një moment caktuar domenën e saj Ballkanin. Dhe mund ta ketë për aq kohë sa në krye të disa vendeve ballkanike janë figura të caktuara politike që ndjehen më afër me Rusinë ose më të ngrohtë në protektoratin rus në kuptimin figurativ të fjalës. Por qeveritë ndryshojnë shumë shpejt, nuk janë si një shekull përpara që dikush hypte në fronin e një shteti të caktuar dhe qëndronte për jetë. Jo, çdo 4 vjet kemi ndryshime të tilla, kështu që edhe këto fuqit duhet i bëjnë llogaritë në këtë mënyrë, që kemi të bëjmë me popull të emancipuar, me popull të zhvilluar, me popull të qytetëruar dhe me një botë globale ku llogaritë duhen bërë mbi bazën e interesave të popujve më shumë se sa në bazën e interesave të fuqive apo superfuqive. Faleminderit, profesor. Oleg Arapi, ju jeni dirigjues i Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, por vini nga një familje me nënën ruse dhe babain shqiptar. Sa të vështirë keni patur ju në jetën tuaj të keni këtë lloj bashkëjetese Shqipëri-Rusi dhe me kohët e vështira që kanë qenë këtu tek ne? Unë do thosha që jeta e kujdo shqiptarin atë kohë ka qenë e vështirë. Jo vetë jeta e familjes sonë, për faktin e regjimit e tjera gjëra që ne i dimë edhe, por themi shqyqyr që kanë kaluar dhe mua më pëlqen më tepër të flas për të ardhmen sesa për ato që kanë shkuar. Për faktin që pavarësisht se kuptohet që nëna ime ka qenë ruse dhe jeta në Shqipëri në një farë momenti ishte shumë e bukur, pasaj pas prishjes të marrëdhënie me ish bashkimin sovjetik, kuptohet që jeta jone kaloi jo me pa ëndrralla si edhe jeta një shqiptari të zakonshëm nuk mund të themi që ka qenë normale në atë kohë, jo vetëm jeta jonë, kuptohet. Por ne kemi pasur ndoshta një turistni më të madhe për sa i përket politikës, marrëdhënie politike që u prishën me ish bashkimin sovjetik. Por ardhja e nënës tuaj në Shqipëri ka qenë një histori dashurie me babain tuaj, si ndodhi ju vetë kur keni ardhur këtu nuk keni ditur as shqip apo jo? Faktikisht babai im ka studiuar për aviator
në Ish Bashkimin Sovjetik dhe aty u njoft me nënën time që nëna ime është nga një qytet Borisovlevsk quhet, pikërisht nga vendi ku ka qenë shkolla e aviacionit, ku studionin jo vetëm shqiptar, por edhe shumë vende të tjera, shumë njerëz të tjerë nga vendet e ish bllokut lindor si quhen atë kohë. Aty u njohit me nënën time, u dashuruan, u martuan dhe aty linda dhe unë. Kuptohet që kur mbaroi babai studimet, u kthyem në Shqipëri dhe fakti që nëna ime nuk dinte shqip, në familjen time flitej rusisht dhe normalisht si çdo fëmijë tjetër mëson gjuhën e familjes. Dhe normalisht unë kuptohet që mësova të parën rusishtën dhe më vonë kuptohet kur baba im ishte me shërbim në ish qytetin Stalin, sot Koçov, sepse aty ishte shkolla aviacionit. Më kujtohet një moment kur unë dal për të parë në rrugë, shikoj ca fëmijë duke lozur me top dhe unë i bashkangjitem atyre. Mirë po shtangen sepse ata komunikojnë me mua dhe unë nuk kuptoja çfarë flisnin. Kishte një moment që interesant, më shmulitur në mendje dhe pavarësisht se isha në një moshë shumë të vogël dhe u ktheva në shtëpi dhe i them që shiko, unë janë ca fëmijë, po nuk i kuptoj çfarë flasin. Megjithatë do të them që jo më shumë se pas një muaji komunikimi me këta fëmijë, unë fillova të komunoj normalisht në shqip, në gjuhën e babait tim dhe në gjuhën tonë kombëtare. Kuptohet që Oleg, ju thatë që vetë nuk dinit shqip, por keni mundur, qoftë edhe në një moshë më të madhe, keni mundur të keni në një rrëfim të nënës suaj impresionin e saj kur ka mbërritur në Shqipëri, si është dukur, vinte nga Bashkimi Sovjetik, që asoj koha ishte ndër superfuqitë së pakut të gjysmës së botës. Çfarë thoshte? Si e ka përjetuar ardhin në Shqipëri? Shiko, nëna ime kur ka ardhur për të parë në Shqipëri, vinte në një vend që nuk e njefte. Dhe normalisht njeriu ka kuriozitetin e parë për të njohur me ambientin në të cilin ai do të jetojë. Dhe më tregon që ka ardhur në Shqipëri, i ka bërë përshtypje vendi ynë, i ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme Bregdeti shqiptar, që nuk është sekret që dihet nga të gjithë që është i perl, do të thoshja. Dhe më tregon gjën më të çuditshme, thoshe që në atë kohë mamaj, do më gjyshja ime, nga babai, e ushqente me ullinj. Edhe më tha, më jepte ca kokra kështu që ato kokra më hidhronin qumshin kështu edhe tjera, ca historia kësaj natyre që ajo shqetësoi sepse çapo më japin për të ngrënë. Mirë po sot nëna ime është 82 vjeçe dhe pa ullinë nuk rëndot. Kishte një kuriozitet, do të thoshja që me tërmendës njeriu ambientohet me ambientin dhe pa thënë këtë tjetrën që ulliri ka vlerat jashtëzakonshme ushqyese për njeriu, por fakti që ata jetonin në një vend ku nuk rritet ulli, ashtu sikurse edhe jetonin në një vend që nuk kishte det afër, këto dy gjëra i bën i lanë mbresat jashtëzakonshme dhe me këto mbresa është rritur dhe e ka dashuruar Shqipërinë pikërisht për disa gjëra të tilla të natyre. Po, a shihemi sy tjetër të themi nga komuniteti, nga lagja një huaj që vjen në Shqipëri, një zonjë ka boll histori të asaj kohe të grave të bukura që erdhën jetuan në Shqipëri? Nëna më tregon se i ka bërë përshtypje edhe një fakt tjetër, se kur ka vajtur në plazh për herë të parë, ka bërë përshtypje njerëzit që vishtronin, sepse kuptohet që njeriu kur shkon në plazh shfaqire. Edhe njerëzit që shikonin se të habitur, dhe unë që i shikoja e habitur që po këta çka kanë që më shifojnë mua. Kupton? Ishte domethënë ai përshtypje e parë, kuptohet, nëna ime është sot e kësaj dite ka tipare të jashtëzakonisht të bukura, pavarësisht se është 32 vjeç, duket që është në rininë e ershme ka qenë femër e bukur, jo më kot babai im u dashuruan me të. Tërhiqte vëmendjen. Patjetër. Dhe kjo ishte një ndër arsyet që i ka lënë të jashtëzakonshme mamas momenti para që ka ardhur në Shqipëri. Kuptohet, i ka lënë një shije të mrekullueshme relievi i shkëlqyer i vendit ton, ashtu sikurse pasaj në momentet e ndarjes e prishjes marrëdhënie midis Ish Bashkimit Sovjetik dhe Shqipërisë, është mbledhur në atë guaskën e familjes vet për të mbijetuar, kuptohet, për faktin që shumë veta e dinë ata që e kanë jetuar atë kohë që njeriu qoftë edhe për një llaf,
Ti thoshe një të vërtet, domethënë që nuk ka mish për shembull, nuk ka gjalp, që në atë kohë ishim me tollon një pako gjalp 100 gramshe në javë ose 1 kg mish për çdo familje në javë, dhe ti pa dashur përfundoi në burg si armik i popullit. Dhe dënimi ishte jo më i vogël se 25 vjet. Oleg, asaj kohe me njerë pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, shumë gra dhe shumë persona që jetonin në Shqipëri asaj kohe detyruan të ktheheshin në vendin e tyre. Ka ndodhur dhe kjo me familjen tuaj? Atëherë kuptohet që në momentin që marrëdhëniet u prishën midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik, edhe familja jonë kaloi një jetë jo normale, kuptohet me detyrimin e vet. Nëna ime, e cila quhet Raisa, dhe baba im Andi Arapi, u munduan që na edukonin me një frym të tillë që neve të mos kishim mundësi dhe të ruheshim nga ambienti i huaj i jashtëm. Kjo na detyroi të mbyllemi brenda familjes, në mënyrë që mos kishim komunikim, që njerëzit mos na provokonin dhe mos kishim mundësi të shpreheshim për diçka që mund të merrej pasaj si të rëndonte familjen tonë. Ky presioni për të larguar nënën tuaj nga Shqipëria, ka qenë të kuptohet të drejtuesve të asaj kohe dhe ka pranuar babai juaj, si ka ndodhur? Problemi është që babai në atë kohë ishte shef shtabi në shkollën e aviacionit në Vlorë. Domethënë ishte një figurë e shquar për faktin që ishte marruar me medalje të artë shkollën e aviacionit në Rusi, ishte një përfaqësues i aviacionit shqiptar dhe ju kërkua në mënyrë kategorike që të ndante gruan, ose në të kundërt do të pushoj nga puna. Baba im kuptohet që pranoi që mos të ndante gruan, mos të largohej nga fëmijët e tij vetëm për faktin që tha që unë nuk mund të prish familjen. Nuk mund të lë fëmijët e mi jetim. Dhe kjo bëri që ne të persekutohemi në një farë mënyre. Se çfarë ndodhi me juve? Sepse babai ne hoqi nga puna dhe gati për një vit ai nuk ka qenë në punë. Jo vetëm kaq, por nëna u detyrua pasaj të hynte rroba qepse, ajo në Bashkimin Sovjetik punonte stiliste, një profesion i cili në Shqipëri në atë kohë nuk njihej, dhe detyrohet punonte rroba qepse, por kuptohet dhe aty të punonte pa folur. Ndoshta ajo shqipen e mësoj, se normalisht kur ke të bësh me shqiptar do komunikosh aq më tepër në punë, e mësoj, por e mësoj aq sa i duhej për të komunikuar për pjesën e punës. A ishte stigmatizuar nga shoqëria ose dhe nga njerëzit me të cilët punonin aty? Domethënë, largoheshit, i qëndronit larg, çfarë ndodhte? Çfarë tregon nëna? Sa i lehtë ka qenë ose e vështirë ka qenë atë jetesa në Shqipëri? Babai në mënyrë që nëna mos kishte mundësi as në autobus i jepte, i bleu një biçikletë më mas, një biçikletë kinet, ato ishin më të famshme në atë kohë. Dhe nëna shkonte me biçikletë nga shtëpia në punë dhe nga puna në shtëpi. Megjithatë, ka qenë diçka e bukur sepse edhe gjatë kohës që shkonte në punë, biçikletën e lindi diku për jashta, dhe kur mbaronte punën gjetën biçikletën e çpuar. Domethënë ka qenë një gjendje deri këtu arrinte, domethënë mënyra e të sjellurit me njerëzit e familjes tonë. Nuk dua të them të tjera, domethënë që babai tim u kërkua, është mbajtur për një javë në burg, sepse ishte kërkuar me domosdoshmëri firmosi, ishte agent i rusëve, gjë të cilën ai nuk e pranoi dhe edhe për babain apo edhe për nënën? Babai ka qëndruar, e kanë mbajtur brenda, e kanë marrë brenda dhe e kanë mbajtur në burg dhe kanë kërkuar firmose që ai ishte agenti i sovjetikëve. Dhe ai nuk e ka pranuar për asnjë moment dhe kuptohet si që tregon babai në atë kohë, sepse atë e morën ai me demek shkoi në Korçë sepse punonte në trikotazhin e Vlorës dhe për një. Dhe nga ish drejtuesi kryesor i flotës dhe aviacionit në Shqipëri u detyrua të punonte në mekanik. Me trikotazhin e Vlorës. Pas një vit që la pa punë, punoi edhe mekanik në disa ndërmarrje siç ishin SMT-ja në Vlorë, kombinati i peshkut, pastaj përfundoi në trikotazh. Kuptohet ai ishte një njerëz që i nderuar në punën e vet sepse ishte shumë i zoti, por që gjithmonë ka pas trysninë e presionit politik mbi Kuris. Dhe ky fakt është domethënë shumë i hidhur, domethënë, dhe këto gjëra babai na ka thënë vetëm pas vitit 2000. Më tregon që kështu më ka ndodhur, thotë, më kanë mbajtur një javë, pa ngrëm, pa pirë, pa fjetur, më vinin etusët 12 natës, 2 natës, dhe më kërkonin që unë të firmosja që isha agenti sovjetike.
Pastaj Zoti në një moment më dha mend dhe i them, po hajde se do t'ju them, merrni shkruani. Dhe çfarë ka shkruar? Dhe i them, shiko, ne kemi kaq avion. Me këto numra, mik, nuk e di qa 17 kemi pasur atëre, si që fillon ai specialist, nuk janë specialist, dhe ne kemi kaq avion, thoshe. Dhe të gjithë avion ne kemi marrë nga rusi. Dhe rusi nuk di, jo vetëm sa avion kemi neve, tha, po di dhe sa pricina i ka vënë ai vetë në çdo avion që na ka dhënë neve. Çfarë agenti rus, çfarë mund të tregojnë rusëve, tha. Ne kemi kaq ta zëm, tha, mitraloza, të gjithë i kemi marrë nga rusët. Pret rusit të bëjnë spionlog që të them atyre sa avion kemi ne, kur ne nga ata kemi marrë gjithë. I tha, gjeni ndonjë diçka tjetër që të testifikoni veprimin që keni bërë kasimenja, dhe atëre më thanë, shiko, ne po të lëmë, tha, se edhe ata ngelen në një gjendje kritike dhe u detyruan të më lëshonin, tha. Dhe më thanë, nëse marrin vesh që tregon qofte në familje që ku ke qenë këtë javë, do të zhduki me fare me fis. Shqip fare. Po familja e babait, kishte marrëdhënie normale me ju? Kuptohet që ju qëndronin larg apo ju mbështesnin në këto vite të vështira, të themi? Duhet pas parasysh që presioni është ndjerë edhe mendoj dhe jam i bindur pavarësisht që unë nuk kam biseduar me xhaxhallarët e me njerëzit e të afërm nga anë e babait, por jam i bindur që ata kanë pasur trysin. Sepse edhe ne ndjenim që edhe ata mundoheshin, domethënë të rishin, të ishin kujdesshëm. Edhe kjo përkujdesje që si fëmijë që ishin atë kohë mbase shumë nuk e ndjenim, por ama vjen një moshë pastaj dhe kupton që shiko, gjithë ajo distancë na ka lënë, domethënë për faktin që edhe ata kanë pas trysnin bikurisë. Vitet 90 ndryshuan, të themi. Kur ka qenë momenti i parë, ose në familjen tuaj, çfarë është diskutuar? Duhet të shkojmë, së paku nisur nga mami, duhet të shkojmë në Rusi për të parë Rusin? Çfarë ka ndodhur? Kuptohet që mbas viteve 90 demokratizimi i jetës në Shqipëri solli ndryshime, kuptohet edhe në politikë, dhe gjëja kryesore ishte që unë isha kurioz të shikoja vendin ku kisha lindur. Gjuhën që flisja, komunikoja me njerëzit e mi të afërt nga ana e mamas, sepse kuptohet ata nga ana e babait i kisha këtu. Dhe kuptohet në vitet 90, në fund vitet 90, ne kemi shkuar për të parë në Bashkimin Sovjetik, na kanë pritur tezet, dajot, njerëzit e afërt të mamas me dashuri, me lot në sy. Kuptohet sepse ishin ndarë, mamaja në fund kishin 62-shin në Bashkimin Sovjetik dhe ne shkonim në 90-ën. I bie pas 38 vjeç, kështu. Domethënë një distancë jashtëzakonisht e madhe, një distancë që njeriu ndahet përsëgjalli me njeriu e vet, dhe kjo është një fatkeqësi, do thoshe. Edhe këto gjëra ndodhin vetëm tek ne këtu në Shqipëri, gjëra që diktatura ka qenë kaq e egër sa që nuk mund të mendohet në asnjë vend tjetër. Ndërkohë, mami juaj sot, të themi, është sërish të ndarë mes Shqipërisë dhe Rusisë. Gjysmën e jetës të bën në Rusi dhe gjysmën në Shqipëri. Që kur ka nisur të bëj këtë lloj jete dhe pse ka vendosur kështu? Shiko, malli ndarjes me familjen, kur iku nga Rusia, ajo kishte gjallë nënën e babaj, kur u kthye kishte vetëm nënën gjallë, sepse jati kishte vdekur, edhe nëna si tregonte në atë kohë që i kishën, sepse rusët janë njerëz besimtar, duke shkuar në kishë, i kishën zoti e tjera që ti do ta shohësh vajzën, po duhet jetosh, të bësh efort jetosh, sepse do vi dita i ta shohësh vajzën, dhe ashtu ndodhi. Faktikisht mama ime ka takuar nënën e vet në një moshë të madhe, 90 vjeçare, dhe pasi jetoi një vit me nënën e vet, gjyshja vdiq, dhe duke qenë se mamaja ka dhe shtëpinë e vet në qytetin ku ajo jeton, ka zgjedhur të jetë, domethënë, dimrin e kalon andej, verën e kalon në Vlorë, në Bregdetin e mrekullueshëm të Vlorës, që se ndron me asnjë gjë tjetër. Oleg, është pak e çuditshme edhe ju vet. Të themi, babin aviator, një nga aviatorët më të mirë dhe nga njerëzit që ka drejtuar, të themi, për një paktën në fillim ka nisur drejtimin e aviacionit shqiptar. Mami stiliste dhe ruse, ndërkohë që ju dirigjent. Pse familja ju ose prindërit tuaj zgjodhen t'ju jepnin këtë lloj drejtimi asaj kohe të studionit për muzikë dhe për art? Do të thosha edhe kjo ka një zanafill. E para është që njerëzit e mi janë, prindrit e mi janë ardashës, si nëna si babai,
pa përmendur faktin që nëna ka kënduar në Kore në momentin që jetonte në Rusi. Por do thosha, arsyeja më fort ka qenë arsyeja e dytë, ajo që ne përmendëm pak më parë, fakti që ne të qëndronin sa më tepër mbyllur brenda familjes tonë. Dhe ata e shikonin me këtë sy që unë duke studiuar piano, nuk do të kisha kohë të rria rrugëve, të bëja jetë sociale dhe të kisha mundësi që të shpreha mendimet e mia ashtu si ndjeja, si fëmijët janë gjithmonë i ka bërë Zoti të qiltër dhe janë shumë naiv. Do vi në një moment që në një moment mund të lëshoja një fjalë që mund të interpretoj jo si se thash, por ashtu si që duhej X-it e Y-in. Dhe e them me krenari këtë që prindit ka ditur të na ruajnë në këtë mënyrë. Dhe mua pa dashur më bën muzikant dhe na ruajtën nga ndonjë fatkeqësi që mund të na ndodhte, ashtu sikurse i ndodhi shumë familje të tjera ruse që u burgosin nga 25 vjet. Sot drejtoni Orkestrën Simfonike Shqiptare. Është përgjithësi dhe ju a keni mundur të zhvilloni në Rusi koncerte? Dhe është kjo një ambicie dhe ju ta ndani jetën artistike mes Shqipërisë dhe Rusisë? Me thënë drejtën, unë do thosha që unë kam nderin që jam dirigent i Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Do të kemi parasysh që është orkestra më prestigjioze e Shqipërisë së bashku me Orkestrën Simfonike të Teatrit Operës dhe Baletit. Është një krenari do të thosh edhe për faktin që të punosh me profesionistë të tillë siç ka Radio Televizioni Shqiptar, Orkestra Radio Televizion Shqiptar, jo kujdo i krijohet kjo mundësi. Kuptohet që kam punuar në Teatrin e Operës, me korin Teatrit Operës, por orkestra është një përgjegjësi tjetër. Unë kam patur rastin që të bëj disa koncerte me Orkestrën e Muzikës së Zomës të Radio Televizion Shqiptar në Moskë në vitin 2009, po kështu kam pasur mundësi që të bëjmë 2 koncerte me këtë orkestër dhe me një kor të vogël të drejtuar nga dirigente e korit Suzana Turku, të bëjmë 2 koncerte, një në Moskë, një në San Petersburg, në tetor të vitit 2012, në prag të 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë së Shqipërisë. Kuptohet që këto koncerte, sidomos i pari në 2009, ka pasur një vlerë të jashtëzakonshme, sepse ishte një orkestër e cila shkonte pas kaq vitesh në Shqipëri, nga Shqipëria më falni në Rusi, dhe me interpretimin ton la mbresa të shkëlqyera do të thosha, si të vlerave tona interpretative, ashtu sikurse me vlerat e kompozitorëve, të cilët ne interpretuam atje. Vetëm të them një fakt që vepra e John Simonit, Suita për harqe nga opera Mrika e Prengjakovës, ka lënë mbresa shkëlqyera dhe kjo jo vetëm në Rusi, por ka lënë mbresa edhe në Itali ku ne kanë lozur edhe në Poloni. Kjo tregon që neve kemi kompozitor shumë të mirë dhe unë përmenda John Simonin, po kanë lozur edhe vepra të Kujtim Laros që nuk i lë vend kudo që shkoi, pothuajse interpretoi veprat e tij, Thoma Gaçit, Haik Zarian, babait e muzikës shqiptare, profesor Çeskut. Kuptohet që edhe kompozitorëve të tjerë, po kështu unë kam bërë të mundur që në koncertet që interpretoj jashtë të marrë të shpalos vlerat edhe të solistëve shqiptar. Këtu mund përmendja që në Moskë ne kemi shkuar dhe me Kastret Tushën, me tenorin e menjohur shqiptar, po kështu me studentët e talentuar të liceut artistik që sot studion në Francë, Edlira Braka. Koncerte me solistë shqiptar unë kam bërë edhe në Poloni, siç e rasti me solisten ton e cila jeton në Angli, e bia e kompozitorit Limos Dizdari, po kështu edhe me një pianist i cili studion në Prag, ku kam lozur me Filharmoninë e Pragës së Muzikës së Dhomës, Egli Prifti. Këto kanë qenë koncertet që ne kemi mundur të shpalosim vepra kompozitorëve shqiptar dhe interpretuesve shqiptar. Për hir të këtyre, të themi, ekzekutimit të këtyre veprave dhe koncerteve që ju keni zhvilluar, keni marrë në 2013 çmimin Pushkin dhe si keni përjetuar, se duhet jetë besoj një çmim shumë i rëndësishëm për ju. Unë duhet them që në vitin 2012 Këshilli Bashkiak i qytetit të Vlorës, qyteti tim, sepse unë jam një vlonjat i mirëfillt, i ka propozuar presidentit asaj kohe që të më jepet për pikërisht për vlerat e mia në interpretimin, në shpalosjen e vlerave të kompozitorëve shqiptar kudo në botë dhe të interpretëve shqiptar, që unë nderosha me çmimin mjeshtër i madh. Mbas këtij është pikërisht ky nderim që më bëhet me medaljen Pushkin, një medalje shumë e rëndësishme
Do të thosha dhe pak më vonë mbas kësaj mua më akordohet nga Akademia Imperiale ylli art pikërisht për kontributin tim që kam dhënë për sa i përket artit në Itali, Shqipëri dhe Rusi. Po nga këto 3 çmime këtë ndanit, këtë të Pushkinit, ylli art, se janë 3 çmime shumë të rëndësishme. Unë do të thosha janë 3 çmime shumë të rëndësishme që secila nga këto ka vlerën e vet. Kuptohet Pushkin është një çmim që ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe për faktin që unë jam do thosha artisti i parë shqiptar që marrë çmim të tillë, për krah edhe një përkthyesi të literaturës ruse në Shqipëri. Bashkë të dy në një ditë kemi marrë titull. Kuptohet që ka një vlerë të jashtëzakonshme faktin që jo shumë veta kanë pasur kënaqësinë dhe fatin ta marrin këtë. Ju gjatë gjithë bisedës tonë unë jam vlonjat. Po sa gjak rus ka në dejet tuaja? Unë do thoshe që unë vërtet kam lindur Rusi, nëna ime është ruse, por unë jam rritur të rjetën në Vlorë, aktivitetin time ka kryer në Vlorë dhe e them me kënaqësi këtë, sepse ashtu sikurse edhe nënës ime deti, Ulliri, Peshku edhe mali Llogaraja i lanë mbresa shkëlqyera të paharura, edhe për mua kanë të njëjtën vlerë. Unë e them me kënaqësi që çdo fundjavë kur kam mundësi, kur nuk kam punë, unë me gjithë familjen time pushoj vetëm në Vlorë. Ja krijoj këtë kënaqësi vetes. Faleminderit që ndatë bisedë me ne. Faleminderit juve.